Ambasadës mund t'i drejtohen, por jo për të marrë vizën me largim të përhershëm. Të gjithë shtetasit e Kosovës prej 21 janarit nuk do të pajisen me viza të emigrimit nga SBA-t, pasi shteti amerikan do t'i pezullojë për të dhe për 74 shtete të tjera. Përfshirë vendet e rajonit si Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën, por jo dhe Serbinë. Aplikantët mund të paraqesin aplikime për vizë dhe të marrin pjesë në intervista. Departamenti do të vazhdojë të caktojë takimet, por nuk do t'u lëshohen viza emigruese këtyre shtetasve gjatë kësaj pauze. Kjo për t'i dhënë fund abuzimit nga përfitimet e skemave sociale, për çka Donald Trump bëri me dije se 46% e familjeve kosovare varen nga sociali. Vendimi po konsiderohet sa administrativ aq edhe politik për Kosovën. Shtëpia e bardhë nuk janë të interesuar që të shpenzojnë para për mbajtjen në kushte sociale të qytetarëve në këtë rast të Kosovës, pastaj të Shqipërisë dhe të vende tjera. Serbia duke qenë se është duke aplikuar së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dialogun strategjik si një partner strategjik, Serbia nuk hyn në ato lista. Sipas një tjetri njohës të fushës, përfshirja e Kosovës në rang me vendet si Rusia, Mongolia, Irani, po ja prish imazhin vendit dhe vjen si rezultat i politikës së dobët. Kosova është projekti e Shteteve të Bashkuara dhe kësaj radhe pra nuk duket se nuk shihet Kosova si vend aleat nga Departamenti i Shtetit, por shihet i barabartë me vendet potencialisht destabilizuese. Kjo mas nuk vlen për viza turistike, biznisore dhe jo emigruese.